realiteti i deri tanishëm ka treguar për çdo shqiptar, por për çdo qytetar dhe për çdo vend që arkitektura e sigurisë globale, asaj evropiane ku edhe ne bëjmë pjesë dhe Ballkani është një nga vatat e nxehta, që nga 2022 ka ndryshuar dhe termi siguri, mbrojtje, sulm dhe teknologji e bisedime diplomatike kanë zënë pjesën më të madhe të kohës, paçka se jo shumë është bërë në këtë drejtim. Këte e tregojnë edhe bisedimet ditën e djeshme prej mëse 5 orësh në Kremlin, ku rezultati nuk ishte ai i prituri dhe i dëshiruari, sidomos për sa i përket Ukrainës në lidhje me territoret e saj. Normale që siguria është e brisht dhe do të vazhdoj të jetë e tillë për sa kohë politikanët në përgjithësi, diplomacia në veçanti dhe vetë shtetet me qeveritë respektive nuk do të kujdesen dhe nuk do të marrin masa preventive si brenda strukturave ku aderojnë, qofshin këto euroatlantike apo qofshin dhe ato tjera të rajonale mbi bazën e interesit reciprok për sigurinë, qofshin edhe ato që është më e rëndësishmja në rang nivele shtetësh të përgjegjshme që duhet ta vlerësojnë që siguria është dhe duhet të mbetet elementi parësor për të gjithë qytetarët dhe për të gjithë tërësitë territoriale toksore të çdo vendi, për sa kohë ekzistojnë kufit dhe ndarjet e ndasitë mes shteteve. Në këtë kuadër, mendoj se edhe Shtetet e Bashkuara që kanë qenë shumë të angazhuara me lindjen e mesme dhe me konfliktin rus në Ukrainë, por pa përjashtuar edhe ndikimet e tjera si në Kinë, apo edhe në vendet e tjera të nxehta, ku demokracia nuk duket shumë funksionale, por duket se disa lider karizmatik po kthehen në diktator për qytetarët e vet. Në natyrisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të shqetësuar pasi duan që demokracia të përhapet dhe të funksionojë në çdo vend, pa llogaritur këtu pastaj edhe interesat e tyre ekonomike që jo rrallë janë cënuar apo nuk kanë qenë të sigurta. Në këtë kuadër edhe Senati apo dhoma e lartë e përfaqësuesve kanë ngritur shqetësimin që duhet Shtetet e Bashkuara të Amerikës si vendi më i fuqishëm në botë, do thosha, që punon shumë për sigurinë e mbrojtjen jo vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por për sigurinë dhe shurjen e konflikteve dhe zgjidhjen e luftrave e konflikteve, vendosjen e paqes në gjithë globin, me të drejtë kanë ngritur çështjen sepse duket disi e lënë pas dore pjesa e Ballkanit si një vatër e nxehtë dhe problematike në të gjitha kohrat. Për ta mbyllur me Shqipërinë, ju si besoni çfarë informacionesh mund të ketë administrata Trump, agjencitë zbatuese atje, për si mund t'i kanoset rreziku Shqipërisë përveç asaj luftës hibride? Përveç luftrave hibride dhe inkurajimi apo dekurajimi respektiv i forcave që veprojnë në një vend apo diku tjetër, shtetet përgjithsisht paguajnë dhe mbajnë struktura relativisht të mëdha për sa i përket strukturave të fshehta të veprimit, të cilat janë dhe vazhdojnë të jenë nga shtetet tona fqinje, që veprojnë e penetrojnë deri në institucionet e larta shtetërore në Tiranë për të realizuar qëllimin dhe misionin për të cilët ato paguhen dhe mbahen. Një gjë të tillë do thosha pas viteve 90, ndryshim viteve 90, Shqipëria për fatin ton jo të mirë i shkatroi ato struktura duke i etiketuar me background komunist apo politik në një kohë kur ekspertët nuk kanë përkatësi partijake, kanë thjesht dhe vetëm detyrën, misionin që i jepet dhe shërbimin me plot përkushtim me profesionalizëm në dispozicion të atij i cili e ka nxjerr dhe i vend detyrën. Këto gabime të cilat janë bërë në të shkuarën kanë kosto
në vazhdimsi edhe për periudhën në të cilën flasim. Dhe jam i bindur që shërbimi fshehtë dhe strukturat e fshehta të veprimit amerikan kanë shumë herë më tepër se sa kanë strukturat shtetërore apo të fshehta të veprimit shqiptar, për sa i përket kërcënimeve, rreziqeve dhe mundësisë së ndërhyrjes së veprimit në rajone të nxehta siç është Bosnia Hercegovina, veriu i Kosovës, Mitrovica, Malizi apo edhe përfshi Shqipëria. Nëse do të ndodhë qoftë larg diçka në Bosnia Hercegovinë, në veriun e Kosovës, ne jemi totalisht të përfshirë, si në aspektin politik, ashtu dhe në aspektin ushtarak.